Shpejt do të kalojmë tek dy kontributet të tjera të tua të flas në letërsi. Nuk mund të lëm pa përmendur Letër Dylqinjës, një si mund ta titulloj, roman. Nuk ka titull. Letër Dylqinjës është një libër që unë kam bashkëndar udhëtimet e mia me disa nga personazhet që kanë jetuar brenda me. Kur ka nisur, ndoshta se kisha menduar këtë gjë, domethënë ka qenë një titull ku pastaj edhe u shpalla Don Kishot në letërsi, ka qenë një konkurs europian për nder të 23 pritit ku është Don Kishoti dhe domethënë kur është Cervantesi dhe Shakespeare, dita e vdekjes së dy të mëdhenjve. Dhe ajo që piknisja shumë e madhe, domethënë duke qenë se e konsideroj Don Kishot në Manchester si një nga librat më madhështor që ka letërsia botërore. Dhe është libri ndoshta që kam lexuar më shumë se çdo libër tjetër. Është e çuditshme, je personazhi i tretë që kemi në këtë studio që flet me superlativa për Don Kishotin e Cervantesit. Po shiko, është tjetër gjë të vlerësosh Cervantesin dhe Don Kishotin sepse janë të mëdhenj, këtë mund ta bëj kushdo, dhe tjetër gjë që ta përmendësh specifikisht. Pra, më bën përshtypje kjo gjë mua. Shiko, ka një gjë. Të paktën 3 herë në jetë, domethënë, unë kam lexuar më shumë se 3 herë atë libër. Në fillim qeshme të madhe me kur je i vogël, domethënë e lexon nuk shohin qeshme të madhe me ato aventurat. Kur rritesh pak, do të dyshon që sa jam unë Don Kishot. Pastaj kur në tretë kur e lexon, shikon sa gjëra ke bërë ti për Don Kishotit, domethënë në jetë dhe do të ndaj pranon këto gjëra. Pra, çfarë Don Kishoti? Don Kishoti të le mundësinë të kuptosh veten tënde me humor. Domethënë, atë që se besoj. Beson që ekziston akoma idealizmi në po themi epokën ku ne jetojmë? Idealizmi jeton, puna është se nuk ka kaq fokus sa çka pas. Pra, nuk ka vdek asgjë nga ato gjërat njerëzore. Çështja është që si maja e icebergut nuk është më dia, nuk është idealizmi, është spektakli. Në këtë pikë nuk do të thotë që ka vdek idealizmi. Do rikthehemi te spektakli, për të qëndruar pak te Letër Dylqinjës. The që ke bërë një dialog me personazhet të tua të brendshme, sigurisht. Janë 3 letra, një është me Dylqinjën, 2 janë me Don Kishotin, është letër me Zhvekun, është Tom Sawyerin. Janë gjithsej 18 personazhe. Unë kam lënë shumë jashtë, por ky ishte pikërisht. Unë do doja të të bëja një pyetje për të kuptuar. A ka ndonjë personazh që je penduar për dialogun që ke bërë dhe a ka ndonjë personazh që se ke përfshirë po që më vonë ke menduar që mund kishe bërë një dialog me këtë? Ka shumë nga këta dy do që kam vendosur që janë pjesë e librit dhe unë i kam lënë më njanë. Për shembull, po dyshim që është Gopseku i Balzacut, një nga ato personazhe që unë që 18 vjeç më ka dhënë një leksion shumë të madh për shembull, sepse më ka dhënë konceptin se si duhet i ruajmë në miqt. Pra, është detyra jonë, mos shikojmë që vetëm si na ruan një mik, po si e ruajmë ne atë, a japim ne mundësinë që të na shikojë sikur çdo bashkëpuntim i ynë është i barabartë dhe jo njëri është superior dhe tjetri inferior. Dhe këtë e kam marrë nga Gopseku. Dhe më duket sikur i kam hyrë në hak që nuk e kam përfshirë në libër. Kurse nga ato që kam përfshirë në libër për asnjërin që janë penduar, madje domethënë them që kam mangut ende gjëra. Ke menduar një vëllim të dytë? Jo, ai mund të shkojë drejt ribotimit, edhe për faktin se tashmë është përkthyer në turqisht, është përkthyer në anglisht, është po kthehet në frëngjisht, po kthehet në italisht edhe. Kjo është gjë e mirë. Edhe këto do gjuhë do më bëjnë mua ta rishikoj si edhe pse unë shumë pas kaq kohësh kur e lexoj nuk jam penduar për askënd, ajo thjesht mund të latohet, domethënë edhe do të thoya që këtë gjë që unë bëj pyetje dhe kthej përgjigje dhe nuk di ku jam më qartë, por ndoshta shpeshherë disa gjëra shumë më të forta i kam dhënë të përgjigjet për të thënë që unë kam hyrë te letësia për të bërë pyetje dhe kam marrë përgjigje dhe letësia më ka dhënë mundësinë të jap përgjigje. Prandaj dhe disa gjëra të cilat duken si më të forta ja kam lënë përgjigjeve, jo pyetjeve. Dhe ne duhet të pranojmë që udhëtimi me letësinë është një nga pasuritë më të mëdha në botë dhe të jep mundësinë që të shikosh dhe të udhëtosh. Më thënë atje ku nuk do shkoja dot, shikosh gjëra që nuk do i shikoja dot, takosh njerëz që nuk do i takoja dot, dhe të jep mundësinë për të kuptuar që nuk je as i pari as i fundit që ke humbur, nuk je as i pari as i fundit që ke fituar, që fitoria dhe humbja janë thjesht stacione, por nuk janë as fundi as fillimi. Pra, më thënë të bëhet pajtohesh me botën në mënyrë më të thjeshtë, më të këndshme. Dhe të jep atë idenë që rrëzimi nuk është asgjë. Mos ngrihesh as problem.
Pra, letësia ma ka dhënë këtë shans të madh, domethënë që në kohën e diktaturës ku mund të kishe një diferencë shumë të madhe, domethënë midis klasave, gjërave që ishin këtu dhe unë jetoja në një botë paralele dhe m'interesonte asnjë gjë që më mungonte në atë kohë. Domethënë se në atë kohë mungonin shumë gjëra. Sepse pena ta jepte mundësinë ta jetoje një realitet tjetër. Në një botë paralele. Në një botë paralele, tërësisht. Po ti ja jetoje në Shijak? Unë kam jetuar në Shijak, po shkollën e kam bërë në Durrës, edhe paralelisht isha në një dynjë krejt tjetër. Okej. Natyrisht më vjen të pyes, nga ajo çfarë përmendë më sipër. Prandaj kam të shpjegoj që them Shijaku ka 2 provinca, Durrësin dhe Tiranën, edhe konsiderohet kryeqytet.